Në kuadër të projektit Gratë e Veja krijojnë byfe në shkolla, u hapën 8 byfe në shkollat e 4 komunave të Kosovës. Në këtë biznes janë punësuar 33 gra kryefamiljare. Përfituesit e projektit Gratë e Veja krijojnë bufe në shkolla ishin 8 shkolla duke përfshirë ato me numrin më të madh të nxënësve në Vushtri, Mitrovic, Skënderaj dhe Drenas. Organizata Iniciativa për Zhvillim të Bujqësisë në Kosovë fillimisht është përkujdesur që t'i aftësojnë 109 gra kryefamiljare. Pas aftësimit profesional të këtyre 109 grave të Veja, nga to janë përzgjedhur 33 të cilat tashmë kanë filluar punën. Njëra nga këto gra është Hajrie Zeqiri, e cila punon në bufe në shkollës fillore të mesme të Ulet Musa Hoti në Mitrovic. Ajo thotë se janë të kënaqura me këtë punë. Na s'kena punu kur gja, na jena krejt kryefamiljare. Edhe shkollën e kena me shkollë fillore, edhe me punu s'kena punu kërkom, për neve kja punë është shumë e mirëseardhën. Edhe në shkollën fillore të mesme të Ulet Fazli Grajqevci në Shqipol të Mitrovicës janë punësuar 4 gra kryefamiljare. Para herë është që mu ka afru puna, prej që mu ka vra burë që 17 vjetë, me para punë që kjo është që kun fillu me punu. Edhe këto zonja kryefamiljare s'kan punuar asnjëherë më parë. Tashmë puna e tyre është në shkollën fillore Mustafa Venhari në Vushtri. Punë kalleshme nuk ka kërkon, po kjo është punë e femrave. Mirë është, nuk është keq. Ne na mëson të brumë të beqitu. Në kuadër të projektit Gratë e Veja krijojnë bufe në shkolla ishte parapare dhe krijimi i kësaj bufeje në shkollën fillore të mesme të Ulet 2 në Vushtri. Iqbale Zhabari, njëra nga punëtorët në këtë bufe, thotë se asnjëherë nuk e kanë menduar se mund të kenë një vend pune. Për neve është shumë punë e mirë, është bashkë punë për femna, bashkë një punë që e dojna na, me pas punë, na kemë vullnet me punu dhe me vazhdu matutje. Fitaia Alushani, e cila punon në bufe në shkollës fillore të mesme të Ulet Gjeladin Gashi Plaku në Komoran, thotë se përfitimin nga puna që bëjnë është i mirë. Me këto mjete si pasaj ato përmbajnë familjet e tyre. Mirë është ka në shkën, njëna 4 gra, kryefamiljare, krejt punë të i bojna bashk, pagat i dojna bashk. Gra kryefamiljare u punësuan edhe në bufe në shkollës fillore të mesme të Ulet Ahmed Delia në Skënderaj. Këto zonja të gjitha bashk i kryen punët në gatim në shitje në pastrim. Fillim u ka vështirë se si na kanë të njoftune me mjete, s'kena punu me plenkar, numër sasi e madhe e kifleve, picave tana pak na ka vështirë, po ta shumë lehtë, kryjmë këtë punë me qef. Jeta ka ndruar për të mirë edhe për këto zonjat e cilat tashme janë bërë me një vend pune, e kjo fal bufes e hapur në shkollën fillore të mesme të Ulet Shaban Jashari në Skënderaj. Paga mu jure është 250. I kam 2 fëmijë, një vajzën e djallë, qikën e kam fakultet, djallën e kam shkollës mesme, mirë është. Pashtu bufeja 8 është hapur në shkollën Ali Gashi në Drenas. Duke parë rezultatin e këtyre bufeve, është parë mundësia hapjes së bufesë 9, e cila pritet të hapet deri në fund të këtij viti, ku do të punësohen 4 gra të reja duke rritur numrin e të punësuarave në 37. Drejtori i ADK-s për realizimin e këtij projekti thotë se ndihen mirë që u realizua me sukses, duke pas parasysh punësimin e grave kryefamiljare dhe fuqizimin e tyre ekonomik. Ne kemi zgjedhur këtë kategori që në mënyrë që duke i trajnuar ato, duke i dhënë mundësi për punësim, të krijojnë të hyra për familjet e tyre, të krijojnë mundësi që fëmijët e tyre të shkollohen, të edukohen. Projekti Gratë e Veja krijojnë bufe në shkolla, u zbatua nga Organizata Iniciativa për Zhvillim të Bujqësisë në Kosovë në bashkëpunim me Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale, i financuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë.